Dhe unë jam shumë kurios në momentin dhe kur të vit dita që në SPAK zvensk kryeministri do t'i vijen prangat dhe do japi llogari për akuzat që janë bërë, kur SPAK-u do thrasi dhe zotin Rama herët apo vonë. Jam shumë le të themi interesuar në këtë çështje se si do reagoj kryeministri i vendit tim. Pra do ketë të njëjtën deklaratë sot apo do tentoj t'ia marrë shpatën nga dora zotit Dumani. Pra këto janë thjesht le të themi diskurse politike, thjesht që për të marrë një vot këtej andej dhe për të i treguar mbështetësve të Partisë Socialiste që shiko se unë kam mbështetjen e SPAK-ut dhe unë jam e SPAK-ut. Pra, kjo është thjesht edhe për ata militant, edhe për ata drejtora që janë sot zoti Gupi në terren për të mbledhur vota, madje unë po t'jap një rast në qarkun e Fierit. Unë personalisht nuk jam përballë Partisë Socialiste, po jam përballë Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, sepse sot po të shkoni me kamera tuaja në çdo institucion në Tiranë, në ministrinë dhe në varësinë e Ministrisë Infrastrukturës, nuk ka punonjës, pra janë shpërndarë nëpër zona, madje disa i kanë marrë edhe shtëpi nëpër fshatra, e kupton, po jetojnë në fshatra, thjesht rrinë me listë në dorë që t'i bëjnë presion qytetarëve që t'i votojnë këta. Pra, këtu është le të themi një absurd për sa i përket kësaj që ndodh në vendin tonë, por qytetarët i dinë, i shikojnë këto dhe për këtë arsye do t'i ndëshkojnë masivisht, sepse nuk janë qytetarët shqiptar, qytetarët fierak, qytetarë që mashtrohen nga këta më. Pra, ka marrë fund kjo epokë. Dhe të bëjnë çfarë të duan deri në datën 11 maj, por në 11 maj kur numërohen kutit ditën e votimit, pra pasi mbyllet procesi, do e shikojnë që kjo politik do ndëshkohet dhe në 2025. Po opozita, pse nuk flet Azmer? Partia më e madhe opozitare, Partia Demokratike, pse nuk e shpek këto shqetësime që gjithë pothuajse gjithë administrata e Ministrisë të Energjetikës dhe Transporteve është në terren në Fier. E ka fjalën këtu për zotin Bardhi, i cili është drejtuesi i qarkut. Madje Bardhi sikur është trembur nga që është një deputete, një zonjë, Zoja Zengjinen, mos gaboj, Çavushi, e cila e shkreta e thret për ditë gazo ai s'del. Mos është kompleksuar vallë nga Zengjineja dhe s'del dhe s'bën ato denoncime? Ose a ke parë gaz Bardhi në për rrugë vlla, në Fier ose në rrethet ose në zonat rurale të Fierit dali për fushat se s'po e shohim gjekundi. Zoti Gupi, absurde është që në vitin 2025 fushatat elektorale bëhen thjesht duke kapur disa hallexhi në rrugë. Pra, po të shikoni fushatën që bën le të themi Partia Demokratike, Partia Opozitare, gjen ai treg në çdo fshat, ju e dini që bëhet një javë bëhet një treg ku blejnë qytetarët, janë këto tregjet lëvizëse, vënë aty, bëjnë sikur kanë njerëz, bëjnë ca foto, ndajnë ca flet palosje dhe për të krijuar atë imazhin që shiko se këta janë me qytetarët dhe më pas zhduken. Zoti Bardhi është një nga ata politikanë që në këndvështrimin tim nuk ka asnjë dallim nga zonja Belinda Balluku, por me ndryshimin që njëra është në qeveri dhe tjetri është në opozit, por të dy janë në listë të mbyllur. Të dy e kanë sigurt sot që ne flasim, zoti Gupi, mandatin e deputetit, në ndryshim nga unë, pra unë jam në listë hapur, pra nëse qytetarët do të më votojnë, unë e marr mandatin, nëse nuk më votojnë, nuk e marr mandatin, pra nuk jemi në të njëjtat kushte, pra unë flas, kam folur dhe do të flas përsëri, por këta flasin deri në datën 11 maj, sepse si zoti Bardhi dhe zonja Balluku i ndrojnë zonat elektorale. Dhe unë ju garantoj që pas zgjedhjeve të 11 maj, sot janë në Fier, nesër do jenë në një qytet tjetër, në një qark tjetër, si kanë qenë gjithë këto vite. Dhe këta nuk i intereson as pak zona ku këta kandidojnë, sepse nuk kanë lidhje me atë zonë, sepse as zoti Bardhi, as zonja Balluku nuk janë nga Fieri, nuk i din hallet e qytetarëve fierak, nuk i din problemet që janë në fshat. Dhe nuk kanë se si t'i din, por janë aty thjesht vetëm për të marrë atë mandatin, për të marrë ato votat dhe për t'u zhdukur. Dhe qytetarët këtë din shumë mirë, madje unë i sfidoj dhe i bëj një pyetje. Të dashur qytetarë, në momentin kur do mbarojnë zgjedhjet, a jeni ju të sigurt që këta që sot ju japin numrat e telefonit dhe thonë do t'ju mbështesin, do t'ju përgjigjen? Po e drejtë. Është drejt, por përgjigja besoj qytetarët e din. Normal që jo. Azmer, cili është ndryshimi juaj si një parti e re politike, si figura të reja politike nga këta? Pse qytetarët duhet votoj ty, zotin Lapaj, zotin Soko, dhe të gjithë anëtarët e listës suaj, cila është diferenca juaj nga këta? Një gjë, konkrete.
Unë po flas për personin tim në vetë parë. Po. Unë jam inxhinier Azmer Dulevic, për ata që nuk më njohin, unë nuk jam rishtaz në politik, nuk kam dalë tani në politik, pra nuk jam i famshëm nga lista, se kam emrin në listë, sepse janë rreth 2800 kandidatë në gjithë Republikën e Shqipërisë. Unë kam një aktivitet, le të themi, mediatik, por edhe aktivizëm, pra nga shoqëria civile, që kam disa vite që e bëj, nuk jam një figurë e panjohur, e kam bërë me denoncime publike, por edhe me raste konkrete, denoncimet me vjedhjet, me keshi, me cilësinë e rrugëve që diskutojmë her pas here, me hidrokarburet, me këto bordet, me listat e çmimeve, e të gjitha me radhë, me sigurinë e banorëve në pallate, në komunitet që mungojnë kushtet e sigurisë, dhe jam duke e bërë këtë, e kam bërë dhe do ta bëj. Unë datën 12 maj, zoti Gupi, unë përsëri këtu do jem, ne do jemi bashkë duke folur përsëri për çështje që i cënohet edhe jeta qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Por zonja Balluku dhe zoti Gazbardi nuk do i ndjej më për qytetarët, nuk do jenë më, se ata nuk po flasin sot i nderuar. Pra, nuk po flasin se ata janë deputet, se mua këtu më vjen pak edhe me qytetarët. Pra, mendojnë se shpresa do jetë tek ta, po ti i kishe 4 vite, 8 vite deputet. Këta nuk bën asgjë, do bëjnë dhe 4 vite të tjera. Dhe këtu është diferenca. Pra, unë kam hyrë në politik thjesht me kontributin tim. Mendoj se përfaqësoj një grup njerëzish të cilët ja kanë dalë me punë dhe i kanë hyrë politikës për të treguar që shikos edhe profesionistët mund t'i përfaqësojnë qytetarët në kuvend. Sepse ne jemi mësuar që në kuvend shkojnë fëmijët e atyre që janë oligarkë, shkojnë fëmijët e ish deputetëve, shkojnë fëmijët që i kanë pasur prindrit kryetar komune, dhe qytetarët e dinë që babai i gocës apo i djalit i ka vjedhur, ka bërë hotel, ka bërë resort, dhe ka paguar lekë që të bëhet djali dhe vajza deputet, dhe këta i votojnë prapë. Pra unë jam kundër këtij modeli, sepse nëse unë, zoti Gupi, nuk marr votat e qytetarëve të Fierit, të Lushnjës, Patosit, të Roskovecit, Divjagës dhe Mallakastrës, mendon se do dalin në një tjetër si pune ime, një inxhinier që vjen nga një familje normale, ku unë babajnë e kam elektricist, maman e kam shtëpiake, jam rritur në fshat, pra i kam duart me kallo. Nuk do dali me njëri, zoti Gupi. Se do thonë e provoj, inxhinieri nuk e mbështeti populli, pra ky vend është për të pasurit, ky vend është për ata që mashtrojnë bukur, për ata që vishen bukur dhe për ata që i kanë gjetur gjërat gati një. Pra, kjo është, le të themi, diferenca ime me diferencën e atyre. Shumë e bukur dhe e drejtë. E drejtë dhe unë mendoj që i duen interesit publik, jetës publike, Parlamentit shqiptar, administratës, sa më shumë njerëz si ti, të cilët për shkak se kanë pasur këtë lloj meritokracie dhe këtë lloj vështirësie në vetbërjen e vetes, kanë gjithashtu edhe sensin e etikës dhe të përgjegjësisë në raport me detyrën. Sepse detyra mbi të gjitha ka edhe një burim etike dhe moraliteti. Në sensin që nëse ti mëson të kufizohesh, mos kërkosh më shumë se ajo që të takon. Të ndjesh gjithashtu përgjegjësinë e sakrificës, të ndjesh gjithashtu përgjegjësinë edhe pa të tjetrin, i cili ka syt nga ti, por e shikon thjesht si një lop të madhe që mund ta vjelësh dhe që ta kanë lënë trashëgimi familja, kjo është problem i madh. Pyetja ime e fundit Azmer është, besoj që e pe para një jave, hap një hapje fushate për Shqipërinë Europiane nga Partia Socialiste, në cilën kundërshtarja juaj, zonja Belinda Balluku, i bënte me shenjë administratës se hajde kërceni këtu dhe kërceni një këngë vish fustanin me tokajde dhe moj fjerake ja. Dhe po të vije rejshin gjithë figurat e Partisë Socialiste që kërcenin, dhe duke sikur duan të hipnotizojnë popullin. Në një lloj forme mua vinte edhe keq, sepse e kuptoja që pjesa më e madhe e tyre nuk kërcenin me qef, kërcenin pa qef. Dukeshin njeriu kur nuk kërcen me qef, bën lëvizje të çrregullta, ka një buzëqeshje të sforcuar, edhe vetë zonja Balluku deri diku dukej që s'kishte bateritë e nevojshme për të kërcyer, po ishte e trysnuar. Mendon që me këto këngë dhe me këto valle këta mund të marrin 71 mandate? Do arrin ta hipnotizojnë popullin? Absolutisht që jo, zoti Gupi. Madje unë po marr rastin e Fierit, ku aktualisht Partia Socialiste në zgjedhjet e fundit ka pasur 9 mandate, por në këto zgjedhje unë besoj se nuk i kap dot me 9 mandate, sepse edhe lufta midis
kandidatëve për deputet Partisë Socialiste është shumë e madhe sepse është bërë një diferencim edhe nga zonja Balluku, ku mbështet vetëm le të themi zvensk ministrin e saj dhe ku ka një nepotizëm le të themi institucional. Pra kjo është ministre drejtuese e qargut dhe zvensk ministri i energjisë, zoti Ceno Klosi, është kandidat në listë hapur në qarkun e Fierit. Dhe e gjithë ministria dhe zonja Balluku po punon vetëm që të nxjerrë zotin Ceno Klosi ta nxjerrë deputet. Dhe prandaj ato që ju thatë me të drejtë që ishin me fytyra të vrara kandidatët e tjerë të qarkut Fierit, ja bënde me dorë hajdeni,